Ndërkohë që, si e tha me drejt, zotë Abazi duhet të flisim për të ardhmen, praktikisht me të shkuarën. Dhe kjo shkuarë që duket që është prapë pjesë e aktualitetit. Sot ka dalë emri i një familjari, pak është folur, ndoshta prej më shumë se një viti kam dëgjuar historinë që nipi i Ademit do të jetë kandidat për president të Republikës, që do të propozojë tillë nga kryeministri Kurti. Kemi dëgjuar disa deputet PDK-s, Enver Hoxha dhe të tjerë që janë gati, thotë kanë dalë hapur, kanë thënë jemi gati, votojmë çdo familjar të familjes Jashari. Ndërkohë duket një pozicion pak patinazh mbiakull zonja Osmani, e cila u shfaq në bordin e paqes pro UÇK-s, u shfaq në mitingun pro drejtuesve të UÇK-s në Prishtinë në 17 shkurt, por sot është më pak se kur afër postit temi ripërsëritjes mandatit saj si presidente. Tipike për Kurtin, unë mendoj që kjo është zhurmë më shumë se sa realitet për çështjen e përfshirjes antarit familjes Jashari, edhe unë uroj të jetë kështu, sepse gjëja e fundit që i duhet Kosovës është që të përlloqet emri i kujdon nga familja Jashari për brenda çërimit të hesapeve politike. Po pse është zhurmë? Zhurma është sepse Kurti fitoi zgjedhjet e fundit, por edhe ato paraprake me përkrahjen e zonjës Osmani dhe listës Guxo. Në mes të rrugës së mandatit të kaluar, Kurti ja futi një thik mbrapa shpinës, duke ja tërhequr listën Guxo për brenda. Do thotë sot praktikisht lista Guxo nuk ekziston. Është e mbërthyer plotësisht brenda lëvizjes vetëvendosje dhe zonja Osmani bëri disa lëshime duke mbrojtur para gjykatës kushtetuese, gjithashtu edhe duke e caktuar datën e zgjedhjeve me 28 dhjetor, ashtu siç donte Kurti për ardhjen e diasporës. Do thotë për të rikthyer nga një përplasje që kishte zonja Osmani me Kurtin, nëse ju kujtohet është fjalimi famoz i saj në Parlamentin e Kosovës, kur thuhet se nuk luhet bixhoz me partnerët ndërkombëtar, ajo tentoi të bëjë një rikthim, gjë që e lejoi Kurti sepse është mjeshtër i lejimit të afrimit njerëzve që do t'i godas me thik pas shpine. Dhe ky është momenti kur Kurti e godet zonjën Osmani. Por njëkohësisht i vetëdijshëm që zonja Osmani ka një përkrahje të cilën e ka sjellur nga edhe ndërkombëtare, por edhe vendore, që ka sjellur nga Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe kjo goditje mund t'i kushtoj Kurtit për ta bërë sa më të lehtë goditje ndaj tij, e fut në loj familjen Jashari. Unë mendoj që kjo është një përpjekje që familja Jashari të mos kuptoj në idenë e Kurtit, se këtu ka të bëjë me përplasjen e fundit ideologjike. Jasharët nuk janë as të majt as të djathtë, janë familja që ka sakrifikuar dhe ka krijuar ushtërinë çlirimtare të Kosovës. Zonja Osmani ka një lidhje të afërt me një burr të madh, siç është Rifat Jashari, dhe goditja e Kurtit ndaj zonjës Osmani mund të bëjë edhe një distancim të zotit Jashari me Kurtin. Dhe kjo do ishte një rënje politike, vetvrasje politike e Kurtit. Dhe ai po mundohet ta menaxhojë këtë proces duke e futur pa zotim, sepse asnjëherë nuk e ka thënë publik, por nëpërmjet këtyre kanaleve të krijimit zhurmës, se kinse kemi të bëjmë me familjen Jashari, rrjedhimisht. Pra e thoni ishte provokim kjo reagimi PDK-s i deputetit Hoxha, apo ne jemi gati ta votojmë Jo, ka rënë në kurth. Zoti Hoxha ka rënë kurth me qëllimin e mirë, sepse kush mund ta sfidoj një status të unifikimit shqiptarëve në Kosovë, siç është dikush nga familja Jashari. Kanë humbur kryetar komune nga familja Jashari, më. Me qenë se ju nuk e them që nuk është mirë, unë mendoj që s'është imun nga humbja vetëm se je Jashar. Pra në garë politike, një Jashar ka humbur kryetar komune. E vërtet. Po ato janë lojrat nivelit lokal, aty ku është futur zoti Bekim Jashari. Ne po flasim për idenë që do ishte shumë e mirë që të kishim një president unifikues edhe nga familja Jashari. Por rreziku i madh është që ne i shkatërrojmë familjet, emrat e mëdhaj, nuk na mbeten heroj ne shqiptarëve duke i futur brenda politikë. Po shkatërrohet lufta shërimtare. Pra siç u mor lista e Guxos, tentohet të bëhet dhe Jashari me vetëvendosje. Jo, ideja është që në perceptim gjithmonë. Kurti nuk do asnjë trashëgimtar të plot të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës që të bëhet vetë hisedari i kësaj pune. Unë mendoj që zoti Rifat Jashari, atë sa e njoh,
dhe kemi lidhje familjare me Hamzi Jasharin e prindin tim në historinë e veprimeve politike të 90-tave, nuk do bie në këtë lojë dhe do e kuptoj qartazi që lufta ndaj Vjosa Osmanit është qëllimi i Kurtit. Nuk është lartësimi, se nuk mund Kurti ta lartësoj familjen Jashari. Ajo është e shenjtë për Kosovën gjithsesi. Po, a ka dhe një frym në Kosovë e cila kërkon që kontributet e luftës tashmë pas kaq vitesh të eklipsohen pak dhe të marrin modelin, po themi perëndimor të jo të luftës, me organizime të reja, me trinj, sepse unë kam përshtypjen se edhe ky element i vënë re, domethënë nga shumë opinionistë, nuk mund të injorohet. Domethënë, por ajo që flasim, nëse do flasim për dyshen Kurti sipas mendimit tim, ju e njihni nga afër, i keni më të sakta analizat, po në deduksion. Unë besoj që Kurti i është trembur eksperiencës fundit të Vjosa Osmanit. Në takimin për paqen, në një instrument shumë të fuqishëm. Kurti shkoi bashkë me Vjosa Osmanin në SBA dhe takoi vetëm një shoqat të rinj, studentësh. Dhe batuta e presidentit Trump. Po, batuta e presidentit Trump që thotë që shiko, po u sumorët vesh, bëj telefonin. Jo, po pate problem me Serbinë. Po, sumorët vesh me Serbinë, pa problem me Serbinë, bëj një telefon mua. Pra, ja bëri Vjosa Osmani. Gjitha këto e kanë shqetësuar politikanin Kurti, sipas meje, i cili do që të mos ketë pengesa në këtë drejtim. Dhe një presidente me autoritet politikë, jo, edhe partijak, se Vjosa Osmani nuk vjen nga jashtë partive politike, po ka ditur të ruaj një status, po themi, si që lexoj unë. Fakti është aki që ikja e Osmanit nga presidenca do ta këpuste, këthemi, lidhjen direkte që ajo ka me, në këtë rast, me administratën e presidentit Trump, sepse kemi para, jo në një, edhe Rubio po ashtu. Disa raste, u taku dhe me sekretarin Rubio në State Department. Pra, Kurti në këtë moment, me largimin e Osmanit, do të hiqte vetëm lidhje paralele që administratë amerikane do kishte me administratën e Kosovës në kushtet e një raporti gjysmë të ngrirë, që vazhdon ta ketë me Kurtin. Nuk, unë mendoj pak më ndryshe. Do të thotë, ideja e para është që për Kurtin kushdo që ka potencial të votës edhe politikës në udhëheqje, është kundërshtari i tij. Ka që thjesht. Ka që thjesht është. Vjosa Osmani mund të ketë rënduar situatën e saj në përqafimin me Ramën, me ato patjetër. Me Trump, në bisedat që mund të ketë zhvilluar në potencial elektoral kurse ka. Po, ide ka, absolutisht ka, një edhe që është 40 e para lista Guxoi dha. Unë insistoj një gjë, që për Kurtin misioni kryesor është shkatrimi i trashëgimisë rrugoviane në Kosovë. Ai, kur ke kuptojnë njerëzit se ka një simbol, ka një luftë ndaj Hashim Thaqit për UÇK-n dhe ka një luftë politike ndaj rrugovizmit, që